Të nderuar teleshikues të TVC Granit, ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhje në edicionin informativ të lajmeve. Shohim titujt kryesor. Në shkollën e fshatit Gradec, vetëm 3 mësimdhënës nuk respektuan grevën. Në shkollën ekonomike, vetëm 18 mësimdhënës mbajtën mësim. Shkollat e komunës së Zhelinës nuk mbështesin grevën e Sashkut. Në qerdhet publike të Gostivarit, fëmijët pranohen edukatorët në grevë. Do të vazhdojmë me titujt e radhës. Qëndroni me ne. With the experience of Real Race Engineering, we offer you top-of-the-line tuning and styling, trade you spare parts, and provides the best service you can expect from a company in the automotive business. We are Schmidman. Rio Company, firmë me renome në mbar rajonin. E gjeni rreth autostradës Gostivar-Tetov, e cila ofron mermer, granit, gur, gëzhoj, si dhe shumë elemente tjera dekorative. Njashtu janë edhe distributor ekskluziv të pllakave të brendit të mirënjohur Kase Italiane. Aty gjeni edhe dyer të brendshme, prodhimi austriak. Rio Company, partner i besueshëm për cilësinë dhe korrektësinë që ofron. Antika, restoran tradicional familjar në Forin. Ju servojnë sallata të ndryshme, parangrënie, pizza, makarona, specialitete mishi, mish viçi, mish të fërguar, ramstek art Skënderbe, stek pule, si dhe specialitete peshku troft, peshk deti levrek. Antika në Forin. Light Electric Gostivar e gjeni në rrugën Beliçici, e përmbushur me të gjitha llojet e llambave. Informacione më të rëndësishme në numrat e poshënuar. Përcjellim ngjarjet e ditës së sotme. Në shkollën fillore të fshatit Gradec, sipas informatave të Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës në Gostivar, vetëm 3 mësimdhënës nuk kanë respektuar thirrjen e Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës për të hyrë në grevë. Informata konfirmohet nga Taf Ahmeti, drejtues i Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës në Gostivar. Në shkollën e mesme ekonomike komunale në ndërimin e parë me mësim në gjuhën maqedonase, vetëm 18 mësimdhënës të nacionalitetit maqedonas dhe turk nuk kanë respektuar thirrjen për grevë të thirrur nga Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Fillimisht ata janë futur në klasa për të vijuar me procesin mësimor. Procesi po zhvillohet i plot dhe në komunën e Zhelinës. Komuna njoftoi se në të gjitha shkollat mësimi po vijon pa ndërprerje. Vendimi për mospërkrajen e grevës së Sashkut është marrë nga mësimdhënësit e shkollave si dhe drejtorët. Sot në të gjitha shkollat fillore filloi gjysmëvjetori i vitit të dytë shkollor. Në qerdhet publike të komunës së Gostivarit, fëmijët e akomoduar sot janë pranuar dhe për skaj grevës që është thirrur nga ana e Sindikatës së Arsimit, Shkencës, Kulturës. Taf Ahmeti, kryetar i Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, njësia rajonale në Gostivar, njoftoi se kuadri edukativ në këto qerdhe janë përgjigjur pozitivisht thirrjes së sindikatës, por fëmijët janë pranuar në qerdhe dhe do të kujdesen nga kuadri përkëdhelës. Për më tepër informata shtoi Ahmeti, opinioni u informua përmes konferencës për shtyp të thirrur në ora 13 para shkollës së mesme ekonomike komunale.
Edhe në shkollat fillore dhe në shkollën e mesme të komunës së Vrapçishtit ka hyrë në fuqi greva e paralajmëruar nga Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Neset Dauti nga sektori për arsim në komunën e Vrapçishtit konfirmoi lajmin se në të gjitha shkollat e kësaj komune zhvillohet greva, në përjashtim të shkollës fillore të fshatit Gradec, ku mësimi zhvillohet pjesërisht. Informata konfirmohet edhe nga Taf Ahmeti, kryetari i Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, njësia rajonale në Gostivar. Ai tha se në të gjitha shkollat e komunës së Vrapçishtit, mësimdhënësit kanë hyrë në grevë. Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës përmes grevës kërkon rritjen e rrogave për mësimdhënësit për 25%, heqjen e donimeve për mësimdhënësit dhe zhvillimin e një dialogu social. Disa anëtar të sindikatës kanë akuzuar kryetarin aktual, Jakim Nedelkov, se ai ka thirrur grevën për interesat personale për të fituar dhe një mandat të dytë udhëheqës në Kongresin Zgjedhor të sindikatës së caktuar për në tetor të këtij viti. Nedelkov ka thënë se kundërshtarët e grevës janë individ që keq përdoren nga pushteti. Ata janë megafon të këtij pushteti që kanë për qëllim të dështojnë grevën, por ne vlerësojmë se 80% e mësimdhënësve në mbar vendin janë në grevë, deklaroi Nedelkov. Vebi Rustemi, autor i 7 vëllimeve kushtuar arsimit, kulturës dhe shëndetit për fëmijë, në intervistën e tij, thotë se fëmijët shqiptar në Maqedoni nuk lexojnë mjaftueshëm si më parë. Sipas tij, duhet bërë më shumë vetë prindërit e tyre, mësuesit si dhe i gjithë sistemi arsimor në mënyrë që t'i nxisin fëmijët të lexojnë. Nuk është në nivelin e duhur, është më e ulët se minimalja. Nxënësi lexues shqiptar në Maqedoni është më i dobët se në Kosovë dhe Shqipëri, ai nuk e lexon as lektyrat shkollore, thot Rustemi, duke shtuar se duhet të motivohen fëmijët në forma të ndryshme. Unë mendoj se duhet punuar që prej shkollimit në çerdhe, në shkollimin fillor dhe ato të mesëm, duhet ta instalojmë tek fëmijët idenë që leximi është diçka e mirë. Të lexuarit libra tashmë është një fenomen në zhdukje në të gjithë botën dhe jo vetëm në Maqedoni, shprehet Vebi Rustemi. Ai për momentin është duke e botuar dhe librin e tij të fundit Mësuesi që dhuroi plot dashuri. Ndërkohë ai për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve dhe të rinjve ka botuar një doracak me titull për mbrojtjen e shëndetit. Vizita e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë u nis në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, ku u prit nga homologu i tij, zoti Trajko Veljanovski. Pas këtij takimi pati një deklaratë të përbashkët për shtyp dhe më pas Meta mbajti një fjalë përshëndetëse para deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Gjithashtu zoti Meta e zhvilloi takimin me zotin Orhan Ibrahimi, kryetar i grupit parlamentar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Shqipërisë dhe antarët e këtij grupi, kryetarin e qeverisë së Republikës së Maqedonisë zotin Nikola Gruevski dhe presidentin e Republikës së Maqedonisë zotin Gjorge Ivanov. Në ditën e dytë të vizitës, kryetari i Kuvendit të Shqipërisë zoti Ilir Meta do të pritet në takim nga kryetari i BDI-s zoti Ali Ahmeti, kryetari i PDSH-s zoti Mendu Thaçi dhe kryetari i LSDM-s zoti Zoran Zaev. Maqedonia këtë vit do të ketë rritje më të madhe ekonomike nga vendet e Europës juglindore. Parashikimet e Bankës Botërore janë se rritja do të jenë mbi 3.5%, që është rritja më e madhe në rajon. Rritja në Maqedoni ka të bëjë para së gjithash në investimet publike dhe eksportit lidhur me investimet e huaja direkte. Maqedonia në vitin 2014 pati një rritje më të madhe nga vendet e rajonit. Kjo pjesërisht ka të bëjë në atë që shteti ishte kursyer nga përmbytjet që i goditën disa nga vendet fqinje, megjithatë edhe Maqedonia ka një ambient të mirë ekonomik në marrëdhëniet me partnerët eksportues. Konsiderojmë se në vitin 2015 rritja do të mbetet në nivel të lartë, por mundet të përshpejtohet. Edhe më tutje duhet të rritet eksporti lidhur me investimet e huaja, por shikojmë dhe përforcim të caktuar në sektorët eksportuese tradicionale. Investimet publike edhe më tutje do të mbesin iniciator të rritjes, por ka dhe përmirësim të caktuar në pjesën e kërkesës vendore që konsiderojmë se është shenjë shumë e mirë, theksoi do e mland ekonomisti lartë i Bankës Botërore për Maqedoni.
Me rritjen ekonomike mbi 3% do të jenë dhe Shqipëria dhe Kosova dhe Mali i Zi, por derisa në Bosnja dhe Hercegovinë pritet rritja të jetë 1%, ndërsa Serbia është vendi vetëm me rritje negative prej 0.5%. Arsyeja për rritjen e vogël ekonomike në BE dhe Serbi i detyrohet vështirësive kohore të cilat i përfshin këto dy shtete. Në prezantimin e sotëm të raportit të rregullt të gjysmëvjetorit, Doem Land theksoi se papunësia në Maqedoni mbetet në nivel shumë të lartë, por krahasuar me rajonin, Maqedonia më e mirë përparon me 5 shtetet e tjera. Nga burgu i Idrizovës, gazetari Tomislav Kezharovski ka mbërritur para gjykatës së apelit për të protestuar së bashku me qindra qytetar, gazetar dhe politikan. Gazetari u prit me brohoritjet fitore. Turma e protestuesve më pas u nis drejt qeverisë. Protesta e gazetarëve kundër vendimit të gjykatës së apelit që shpalli fajtor gazetarin Tomislav Kezharovski ka kaluar pritshmëritë. Më shumë se 1000 qytetar, mes tyre shumë gazetar, por dhe lider të opozitës kanë protestuar përpara gjykatës së apelit. Mes protestuesve është parë dhe kryetari i Lidhjes Social-Demokrate Zoran Zaev. Të gjithë pjesëmarrësit e protestës mbanin maska me figurën e gazetarit Kezharovski. Në protestë mori pjesë dhe vetë gazetari pasi është liruar nga burgu. Protestuesit marshuan më pas drejt qeverisë. Gazetari Tomislav Kezharovski ka dalë nga burgu mëngjesin e sotëm, por me një kusht që të rikthehet me datën 18 shkurt. Vendimi për lirimin e përkohshëm të gazetarit është marrë nga drejtori i drejtorisë për ekzekutimin e sanksioneve. Kezharovski ka deklaruar për Fokus se arsyeja e lirimit të tij nga burgu është gjendja e tij shëndetësore. Në vendimin e lirimit thuhet se Kezharovski duhet të rikthehet në burg më 18 shkurt. Kjo e papritur, megjithatë nuk sprapsi gazetarët nga protesta e sotme në orën 12. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë bëri thirrje për pjesëmarrje masive në protestë. Qeveria është si të egrit e shtetit islamik, porositi pak më herët Zoran Dimitrovski, redaktor përgjegjës i magazinës Fokus, duke biseduar para 1000 njerëzve që u mblodhën para ndërtesës së qeverisë, për të protestuar kundër aktgjykimit për gazetarin Tomislav Kezharovski. Сакам да ви раскажам дека утрото кога го уапсија Kezharovski, Ditën kur e arrestuan Kezharovskin, mu paraqit një trubadur i pushtetit për të më treguar se kanë arrestuar një gazetar. Qeshej dhe zgërdhihej, ndërsa e dinte se bëhej fjalë për një gazetar ku unë jam redaktor përgjegjës. Të tillë e kanë tabiatin të nderuar koleg. Ata nuk janë njerëz, qeshen ndaj fatkeqësisë së huaj, mbyllin gazetar, burgosin kundërshtarët politik, nënçmojnë profesorët, intelektualët, bujqit dhe studentët që nuk duan të këndojnë këngën e tyre dhe pastaj festojnë. Si ata e gërsirat nga shteti islamik janë ata, theksoi Dimitrovski. Ju njohim me zhvillimet në rajon. Minatorët e Trepçës kanë ndërprerë punën të martë në mëngjes dhe janë ngujuar në njërin prej horizonteve të minierës në Stan Tërk, bëjnë të ditur burime të Kosova Presit. Sipas këtyre burimeve, ata kanë ftuar menaxhmentin e kësaj ndërmarrje për të kërkuar nga ata sqarime shtesë në lidhje me zhvillimet e djeshme në kuvendin e Kosovës. Minatorët nuk e kanë të qartë çka po ndodh me Trepçën dhe kërkojnë detaje shtesë nga menaxhmenti për të ardhmen e tyre. Kanë thënë burimet duke shtuar se komplet menaxhmenti i kësaj ndërmarrje ndodhte në minier. Raportohet se janë ngujuar në horizontin e 10 rreth 650 metra në thellësi të tokës. Monika Kryemadhi thot se nuk ka asnjë plan për të kandiduar në Bashkinë e Tiranës përkundër zërave, që e shikojnë atë si përfaqësuesen e koalicionit PS-LSI për kryeqytetin. Këtë rrëfim deputetja e LSI-s e bëri në emisionin Wake Up, duke mbyllur përfundimisht historinë e një kandidimi. Po përfitoi nga rasti dhe për herë të parë të prononcohen për këtë gjë.
Ka shumë djemë dhe vajzat të tjera, shumë më të mirë që mund të kontribuojnë për Bashkinë e Tiranës. Sigurisht që unë jam deputete e qarku të Lezhës dhe ajo që duhet të them është që Tirana meriton shumë vajza dhe djemë të tjerë. Nuk do kandidoj për Bashkinë e Kryeqytetit absolutisht, tha Kryemadhi. Ajo ka shpjeguar arsyet pse nuk do të kandidoj për Bashkinë e Tiranës, duke nënvizuar se Kryeqyteti më shumë se sa për një politikan ka nevojë për një administrator të mirë. Jo se nuk e marr dot për sipër, por unë mendoj që u duhet dhënë mundësia dhe të tjerëve. Nuk ka nevojë të njihet Monika. Unë mendoj që Tirana ka nevojë për një figurë që të njihet dhe që të jetë një administrator shumë i mirë i Tiranës. Bashkia e Tiranës nuk ka nevojë për politikan. Bashkia e Tiranës ka nevojë për administrator të mirë që ta bëjë Tiranën ashtu siç e meriton, ta kthej në një qendër ballkanike për kulturën, artin dhe shumë gjëra të tjera, tha Kryemadhi. Zgjedhjet për pushtetin vendor do të mbahen në 21 qershor të këtij viti, datë e dekretuar nga presidenti Bujar Nishani. Gjatë dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës në Bruksel, temë e bisedimeve nuk duhet të jetë vetëm Trepça, por pronat e Serbisë në Kosovë, tha zyrtari i lartë i qeverisë serbe. Temë e bisedimeve nuk duhet të jetë vetëm Trepça, por pronat e Serbisë në Kosovë. Nuk është vetëm Trepça kompani publike. Qendra e skijimit Brezovica, një pjesë e madhe e aseteve të Post Telekomit dhe industria e naftës, tha sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë, Veljko Odalović. Ai pohoi se Serbia ende është duke shlyer borxhet ndërkombëtare shkaku i pronave që kanë mbetur jashtë territorit dhe kontrollit të saj. Odalović tha se duhet të shihet se në çfarë gjendje është Trepça përkatësisht në pjesën jugore të Mitrovicës, ku ishin institucionet e Kosovës. Ajo u shem, u braktis dhe u shkatrua. Në pjesën veriore gjithçka funksionon, shtoi ai. Ndryshe dje me 67 vota për 3 abstenime dhe asnjë kundër, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasuritë e tyre. Ish kryeministri Sali Berisha akuzoi qeverinë se po ushtron terror ndaj qytetarëve. Duke folur për mediat pas mbylljes së punimeve të kuvendit, Berisha apeloi qytetarët për protesta. Kreu i mazhorancës apo krerët e mazhorancës së qelbësirave kanë vendosur parlamentin në kodin e heshtjes që është dhe kodi i mafjes, duke denuar me ashpërsinë më të madhe këtë praktik, ftoi qytetarët të mos nënshtrohen ndaj terrorit të energjisë, të përdorin energjinë për terror ndaj qytetarëve. U takon rradha qytetarëve të kthejnë restin me të gjitha mjetet që ata disponojnë dhe të ngrihen fuqishëm. Vjoj më tej me lajme nga bota. Tashmë kanë filluar të zbulohen dhe detajet e tjera rreth origjinës dhe asaj se kush e ka drejtuar në të vërtetë revistën satirike që jo rrallëherë publikoi karikatura të cilat u cilësuan si ofendime të rënda për fenë islame. Gazeta më e madhe për ekonomi në Holland, Quote, raporton se Charlie Hebdo, gladiatori kishte ndruar pronësi. Pjesa më e madhe e aksioneve është blerë nga baroni Eduard, një prej shumë trashëgimtarëve të familjes Rothschild. Ky është memri i një prej familjeve më të mëdha hebraike dhe njëkohësisht më të pasura, që i kanë të shtrira bizneset dhe jetojnë në Gjermani. Ata kanë një pasuri të jashtëzakonshme, pasuria e tyre llogaritet të jetë shumica trashëgimi, ndërkohë pasi nga shekulli 18 ata i kanë themeluar bankat më të fuqishme europiane. Dhe sot familja mbetet një prej familjeve më me ndikim në Europë, pasi kanë disa institute investuese, financuese dhe po ashtu edhe banka të fuqishme në Europë. Familja Rothschild konsiderohet një prej familjeve më të pasura në botë. Ata veç Charlie Hebdo kanë në pronësi edhe të përditshmen franceze gazetën Libération.
që kanë marrë përsipër mbarvajtjen dhe funksionimin e mëtejshëm të Charlie Hebdos. Redaksia e revistës satirike Charlie Hebdo u godit nga sulme terroriste më 7 janar të këtij viti, ku u vran 13 persona. Sulmuesit terrorist u kapën pak ditë më pas nga policia franceze, që u përfshi me një pegmarrje tjetër të ndërlidhur me këtë rast që ndodhi në një dyqan hebraik. Sulmet raportohen të kenë ndodhur për shkak se muslimanët janë ndjerë shumë të fyer, nga revista që viteve të fundit publikoi karikatura e profetit Muhammed a.s. dhe së fundi publikuan dhe karikaturën e liderit të ISIS al-Baghdad, që besohet të kenë nxitur dhe sulmin mbi Charlie Hebdo. Shirat e rrëmbyer që përfshin ndjen në mbrëmje kryeqytetin bosnjak të Sarajevës provokuan përmbytje të mëdha, sidomos në periferinë perëndimore të saj. Lumi Bosnja doli nga shtrati duke përmbytur katet e para të 10 shtëpive. Në zonën ku bashkohen me lumin Bosnja edhe dy lumej të vegjël, Zheljeznica dhe Miljačka, problemi u rëndua dhe më shumë. Shteti i vogël shumë etnik ballkanik nuk e ka marrë veten akoma nga përmbytjet e majit të vitit të kaluar. Në një video të re të publikuar, terroristët e shtetit islamik ISIS kërkojnë $200 milion brenda 72 orëve në këmbim të pengjeve japoneze, në të kundërt kërcënojnë se do t'i vrasin. Kenji Goto dhe Yogo Haruna janë dy pengjet të cilët po përdoren nga ISIS si kërcënim ndaj kryeministrit të qeverisë japoneze për të marrë këtë shumë të madhe parash. Në videon e publikuar nga grupet terroriste duken dy pengjet dhe një xhihadist i maskuar, i cili vë kushtin e pagesës prej $200 milion për të dy pengjet. Rusia thot se Ukraina po përpiqet ta zgjidhë krizën në pjesën lindore të këtij vendi me forcë ushtarake dhe se kjo mund të çojë në konsekuenca të pakthyeshme për shtetësinë e Ukrainës. Këto komente i ka bërë sot zëvendës ministri i jashtëm rus Grigori Karasin për agjencinë Interfax. Aktualisht Ukraina dhe Rusia po e akuzojnë njëra tjetrën për injorim të thirrjeve për respektim të armpushimit. Ushtria e Ukrainës tha se afro 700 trupa ruse kanë kaluar në Ukrainë sot herët në mëngjes për të mbështetur separatistët prorus. Këto akuza po bëhen në periudhën kur trupat e qeverisë së Ukrainës dhe separatistët prorus po luftojnë për kontroll ndaj aeroportit të Donetskut në pjesën lindore të Ukrainës. Ushtria ukrainase ka pretenduar se ka rimarrë kontrollin pothuajse në të gjitha pjesët e aeroportit të shkatëruar, të cilat gjatë javëve të fundit ishin nën kontroll të separatistëve. Por lideri separatisti Aleksandr në një konferencë për shtyp tha se të gjitha përpjekjet e ushtrisë së Ukrainës për të marrë aeroportin kanë dështuar.
ishte e gjitha çka përgatitëm për ju në këtë edicion informativ. Faleminderit që na ndoqët. Shihemi nesër në edicionet e radhës.